njëkohësisht edhe Serbia po thuaj se në thonjza e bojkotoi për arsye se niveli i saj ishte nivel pak më i ulët, ishte e Gjuriqit, ishte niveli të ministrit të jashtëm. Ndërsa Kosova e ka justifikuar mos pjesëmarrjen në fakt në thonjza dhe shumë komplikate, duke thënë se presidentes Osmani vajtja për në këtë takim i ka kushtuar probleme në çështjen e trafikut dhe mungesa e saj në panelin e parë ka qenë si pasojë thonjza, nuk është asgjë, nuk është e vërtetuar se ka qenë vërtet ajo shkaku që kanë pasur trafike dhe ka pas problemet teknike për shkojnë aty, por zëdhënësi i presidentes Osmani, Kupina, deklaroi mbas këtyre debateve dhe mbasi shkëlqeu ky skandal edhe të gjitha këto debate, tha se presidenti i Kosovës ka marrë pjesë në këtë takim në panelin e dytë, për arsye se gjatë rrugës për shkuar në këtë takim ka pasur problemet e trafikut, siç është e zakonshme këtu në New York, dhe vonesa asaj ka qenë kjo. Dhe e dyta, sqaron Kupina, ajo që është më e rëndësishme, pra, që kapë edhe atë suazën e skandalit dhe që e bën skandal, është se deklarimi i tij është kjo, që presidenti megjithëse mori pjesë, por nuk u përfshi as në debat, as nuk i interesonte se çfarë po flitej aty, mbasi aty nuk u fol fare për politikë. U fol vetëm çështje biznesi. Dhe Kosova nuk ka asnjë biznes me asnjë nga ato vende që kanë qenë përfaqësuar aty. As me Bosnjë Hercegovinën, as me Serbinë, me përjashtim të Shqipërisë, që ka ato interesat e veta. Vendet e tjera s'ka asnjë interes. Nuk mund të takohet presidenti e Kosovës. Skandali më i madh është që presidenti i Kosovës dhe presidenti i Shqipërisë, Bayram Bega, futen në atë lojë, në lojën e organizuar nga ambasadori Grenell, futen në atë lojë për të në këtë takim, që nuk ka qenë fare e arsyeshme dhe e nevojshme që të ishte ky nivel përfaqësimi nga këto dy vende. Shqipëria me presidentin dhe me ministrin e jashtme, ndërsa Kosova me presidenten e Kosovës. Pra, këtu kemi të bëjmë me një skandal i cili ndoshta më vonë do të sqarohet edhe do të filtrohet nga dyshimet dhe do të dalë e vërteta se cili ka qenë. Duket sikur janë bindur Grenellit si dhe një lloj frike, sepse me post që nuk paska dhe nuk ka në administratën Trump për Ballkanin. Jo, nuk është çështja e bindjes me Grenellin, por Grenelli ka përdorur një dinakri, ka përdorur një lojë në atë mes, se ka futur në lojë sekretarin e thesarit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Besnet, duke ju thënë atyre se do të jetë edhe sekretari i Shtetit për Financat, Besnet. Në faktikisht Besnet mbas kësaj ka dalë me deklaratë që unë nuk mund marr pjesë në një takim që më thret Grenelli. Unë mund marr pjesë në takimet që të kërkon administrata. Pra, e nxorri komplet jashtë loje atë takimin e organizuar nga Grenell. Por ajo që thoni ju, që janë interesat pasaj të lidhura ngushtë ndërmjet treshes Vučić, Grenell dhe delegacionit shqiptar, po flasë për përfaqësimin që patën aty, lidhur me marrëveshjet që kanë bërë me vendrin e Donald Trumpit, me Gerald Kushner. Pra, këtu ishte pjesëmarrja atyre e Shqipërisë në nivel kaq të lartë dhe e Kosovës jo, por edhe e Serbisë në krahun tjetër me ministrin e jashtëm, ishte që të tregonin një farë afiniteti dhe të amplifikonin këtë takim me atë rëndësinë e asaj që do të përfitonte Gerald Kushner me biznesin që do të bëjë në Shqipëri me Sazanin dhe atë suitën e hoteleve që do të ndërtohen në atë lagunën e naftës. Pra, janë këto dy pika të rëndësishme që Grenelli patjetër është pjesë e këtij pazari, do të thoja unë mund e quaj pazar, allëzhverishjeve që janë bërë ndërmjet këtij Kushnerit
dhe i pari ka qenë që e shfutën këtë lojë ka qenë Grenelli, për të ndërmjetësuar ndërmjet e Beogradit dhe Edi Ramës. Por problemet më të mëdha kanë hasur në Beograd. Në Beograd është kundërshtuar. Është kundërshtuar ajo marrëveshja atyre ndërmjet Kushnerit edhe Vučićit për t'i dhënë favore në pronat shtetërore, siç ishin bazat ushtarake në periferitë të Beogradit, për të ndërtuar hotele dhe për të ndërtuar disa ndërtesa të biznesit të tij, ndërtesa private. Nuk kaloi as në parlament, por nuk kaloi as edhe në marrëveshjen e tyre. Dhe ajo doli jashtë loje, gjithë ajo marrëveshje. Tani për të rregulluar ato relatat e tyre dhe për të treguar të afërt me Kushnerin, dhe patjetër ndërmjet Kushnerit edhe bijës tij Ivanka Trump,